Në maj, miq të dashur, do të ketë disa ndryshime dhe zhvillime vërtet të rëndësishme si në Gjermani, ashtu edhe në Shqipëri e Kosovë. Me 6 maj do të votohet qeveria e re e Gjermanisë dhe do të krijohet koalicioni i ri mes partive të Unionit CDU-CSU dhe SPD-s. Menjëherë pas krijimit të koalicionit priten edhe disa ndryshime të rëndësishme në qeveri e Bundestag, me të cilat do t'ju njoftoj detajisht kur të vi në rendite. Me 11 maj do të mbahen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, ndërsa në Kosovë pritet që më në fund, po shpresojmë të paktën, të konstituohet kuvendi e ndoshta të krijohet edhe qeveria, por kjo mbetet të shihet sepse e keni parë vetë ditët e fundit. Sa i përket ndryshimeve në Gjermani, nga data 29 prill është futur në të gjithë Gjermaninë përdorimi i kartelës elektronike për pacientët e ashtu quajtura EPA, që do të thotë se të gjithë mjekët tani e tutje do të kenë para vetes të gjitha të dhënat tuaja mjekësore. Për këtë kartel EPA, unë ju kam njoftuar edhe më herët në këto kanalet që po shikoni, ndaj mund të shikoni më poshtë dhe do ta gjeni informacionin e plotë. Në fillim të majit kanë ndryshuar rregullat edhe për nxjerrjen e dokumentave personale, siç janë letërnjoftimet, pastaj pasaportat, patentat e shoferit e tjerë. Prej datës 1 maj në Gjermani, të gjithë qytetarët duhet të kenë një fotografi digjitale kur të shkojnë të nxjerrin dokumentat, e nëse nuk kanë kohë ta marrin dokumentin, atëherë mund të kërkojnë që t'ua dërgojnë me postë, por kjo kushton 15 euro. Sa i përket fotografive digjitale, miq të dashur, deri me datën 31 korrik 2025 do të ketë një fazë kalimtare, por pas kësaj date nuk pranohen fare fotografit në letër. Prej fillimit të majit në Gjermani kanë ndryshuar rregullat edhe sa i përket mbiemrave të fëmijëve, që do të thotë se edhe ata tani mund të marrin 2 mbiemra nëse këtë e kanë edhe prindërit. Pra, nëse ju lind një fëmijë nga data 1 maj tutje, mund t'ia jepni edhe mbiemrat e të 2 prindërve, kuptohet nëse doni, sepse kjo nuk është e obliguar. Nga data 1 maj kanë ndryshuar rregullat edhe sa i përket ndarjes së mbeturinave, e të gjithë ju që jetoni në Gjermani e dini se ndarja e mbeturinave në Gjermani është vërtet një fenomen tepër me rëndësi që i kushtohet shumë vëmendje. Mbeturinat normale, pastaj plastika, letrat, biotone, të gjitha pra duhet të ndahen, e të mos flas për metalet dhe gjërat elektrike. Shpesh kam dëgjuar dhe lexuar për raste madje kur nëse mbeturinat nuk ndahen si duhet, atëherë kompania që i merr mbeturinat thjesht nuk i merr fare ato dhe i lë para derës suaj. Ndaj, kujdes pra në të ashtu quajturat biotone, për shembull, ku hidhen mbeturinat biologjike, në të ardhmen nuk guxon të ketë më shumë se 0.5% mbeturina të tjera. Si kanë ardhur te 0.5% nuk e di. Në këto shporta nuk lejohen madje as ato mbeturinat plastike për kafe, që quhen në gjermanisht kapsel, nëse i përdorni, kuptohet. Ndaj, më së miri është që të informoheni e vërtet dhe të ndani mbeturinat si duhet, sepse mund të keni probleme pa kurfar nevoje. Këto janë pra ndryshimet kryesore që na presin neve si qytetar, por ndryshimet kryesore megjithatë do të jenë në rrafshin politik në maj, si në Gjermani, ashtu edhe në Shqipëri dhe Kosovë. Ndaj, mos harroni pra të abonoheni në kanalet e mia, mos harroni të shpërndani këto video dhe këto informacione, sepse besoj se janë me rëndësi për të gjithë ata që akoma nuk janë abonuar në kanalet e mia. Ndërsa unë falenderoj nga zemra të gjithë ata që janë abonuar dhe të gjithë ata që po ndjekin kanalet e mia. Faleminderit dhe mirëpafshim.